Po dëgjohet zona në këtë situatë, po. Tash janë bërë shumë pyetje, mas pari po nisim me çet punën e energjisë, po lidhje me media, asnjëherë nëse i ke pa prononcimet më herë të mia publike, asnjëherë bile ka marrë edhe referencë në postet e mia. Do me thonë, është jo korrekte me muhu punën investigative ose ullumtuese të një gazete. Para pike. Dyta, sa e përket medjave, sa e bojnë i tema jo puna tëne. Une për veti e kom dërgu, edhe këto e ka pasë djenin edhe partia, është dërgu rasti i kapacitetet ndërkufitare, se përshë që pak djenia teknike më ngam po së prish punë se ju e një Jo, tash e diskutojmë të. Tash e diskutojmë, sigurisht. është dërgu në Vjenë, në Komitetin e Energjisë në Vjenë, në organin më të lartë tëne për energji në Vjenë. Asnjë media nuk e ka dërgu, se në ashta nuk e ka punë. Po, jo, po ta kallëzoj çka bën një parti, çka mundet me bën një parti dhe çka mundet me bën një media. Mundet edhe media me çu, po kjo është çka ka bën partia. Organi më i lartë i Sekretariatit të Energjisë në Vjenë. Tash ata, këta e kanë konfirmuar zëreja se veç ka shku ankesa, ka shku në për çdo ambasadë të mundshme. Në këto që janë në Gjermane jo, të Amerikës, ka shku të Anglisë, ka shku në për gazeta investigative ose ullumtuese si që është The Guardian. E para, pikë, të me thonë, folim për Vjenë. Ata sigurisht e kanë komuniku, veç ta krytut, e kanë komuniku edhe me zërejnë, edhe zëreja është e detyrueshme, pa tjetër veç se i ka konfirmu hetimet, jena të folë për hetime në kuadrin teknik. Tjetra, ka shku rasti i kapacitetet ndërkufitare i Vuk Hamovicit, që nuk e bën, për shembull, asnjë media s'ta bën gati edhe me ta bo, a pe çan tash që rast në kjo mirët përgjithësi kur e dërgon një rast për ullumtim në organet huaja. Ka shku në organin rregulatorëve të energjisë në Ljubljanë. E dyta, e treta ka shku në prokurori speciale. Tash, nëse shkon në prokurori speciale, ti pranon që mu konë dëshmitar në gjykatë. Në kësaj, një njeri nuk qohet më konë dëshmitar në gjykat pa një kauz ose pa një shkak që për një me o të e bo. Unë kanë thirrë mu prokurorian për përshkime shumë, për i kanë thonë e ki shkrimi këtu në Kamazgjon. Unë kanë bo kërkes për hetime nga prokuroria speciale edhe e bën dosjen, ata të thirrin për dosjen që e ke dërgu. Nëse ti dërgon palavra, broçkulla, jo që s'thirin po edhe del edhe shumë keq. Tash, po du me ta tregu sa serioziteti i kësaj pune. E thirë në mbledhje të kuvendit, gjithë aktert nuk lajmërohet. A di që në qatë mbledhjet kuvendet o kuptu që as ketë si as vetë nuk e din çmimin e energjisë elektrike për shkak që nuk i din kapacitetet ndërkufitare. Sa për Vuken, jena për herë të parë në histori, se unë nuk i baj peshat e partisë, unë nuk menoj që LDK-ja më kalon pesha mu me barë të fajt, as barierës, qëfar do loj qoftë. Tash, jena të pas të bëj me rastin e parë në historit sabotimit të sektorit elektroenergjetik në Kosovë në përfitimet e interesave sërbe. Qa ka ndodhë është jo në Kosovë që po thonë OAFT, jena të folë me kapacitete ndërkufitare të bartjes rrymës që unë ti nuk i kena po heq dhe se e ndalë statistikat. Me një muj, për shembull janar 2024, i ka 31 ditë muji, 72 herë paraqitet Vuk Hamović. Është absolutisht, pa asnjë dyshim, kingu i rrugëve energjetike. A ka alternativë tjetër që do të kishte mundur të përgjithte ZRE-ja në vend të kompanisë Hamovicit? ZRE-ja ka dhe, po. Po, se du të dim, sepse emri ti po përmendet në vazhdimsi, dhe nëse po bëhet jo, po du me tregu që çka bën media qëtë lojmin, çka i bën instancat, i bën partioke dhe ngona ekzekutive. Dhe si ka qenë më herët ky trafiku i energjisë elektrike, nëpërmjet kujt është siguruar? Rrugët e energjisë elektrike publikisht janë SKA, që është i botash, janë antarë këta me përfaqësues të vetin, po mendoj na si Kosovë i 2 ministenitës. Do me thonë nuk kom pas dhona unë më harrat për me dërgu. 2017 qysh është konë e rregull me që ke punë? A o konë Vuka su konë? A mund shme në kalëzu? Unë nuk i kam dokumentat për me tregu. S'ke dashtë me i morë dokumentat, su ke gjetë, këto ke mundë edhe atër me gjetë. Të njëjtat janë. Dhe gjam, unë e të folë për kapacitete ndërkufitare dhe kushzim të çmimit, që ti mund me ta bo në soaza ditore. Tjetër është veç ta të tregoj dallimit. Tjetër është që ti do me bo një import. Edhe veç pak, në vitin 2020, dhjetor vitin 2020, Kost e ka marrë pavarësin e operatorit transmetuese dhe tregtarës që kjo me të vërtet nuk po kuptohet. Dhe në 2020, rrugët tregtare i ke pas në ombrellën e Serbisë. Nuk ke mujti me thonë po du piq ti, po du piq ati. Jënë bo edhe importet në kras interesave të operatorit të Serbisë. Në dhjetor 2020, këtë kom folë edhe me njerës që janë kompozita. Po s'ka lidhje kjo pjesë është zyrtare edhe me ona media.
medjave, e ke marrë pavarësin, e ke bo importin për Noas, ose për cilës do kompani shqiptare, se FTA nuk del në import, po e ke lënë ditë pas dite, dikush me ta kurzu rrugën ty për transport energjisë elektrike dhe neve në anën tjetër në ashtë rryma 3 herë. 3 herë. Për një pushtet. Tash, unë e qëto më arsye tua, sigurisht se e drojnë prokurori speciale. Amo nuk mundem me qa ka publiku media edhe veç me ja bo prokurori qëtoj. Pa dhe imi shte sepse nuk keni ngritë edhe qashtë e tjera të shqicimit ekonomizë. Po, edhe veç për zgjidhje, veç deshta me tregu. Po, që edhe Artani po do fjallën, pas taj vazhdojmë edhe me... Ashtë mundemi fokusu pak ma shumë edhe në procesin politik. Tash, zonja e meri përmendi terminologji mjafton, sabotimi sistemit energjik Kosovë për interesat e importit. Mirë po, ajo që fash në momentin që ngjyrohesh politikisht, vjen pikpyetje çdo gjë që e thuni. Pasi që nëse sabotimi pas ka ndodhur gjithë këto vite, 3 javë para fushatës për zgjedhjen 28 nëntorit po bëhet temë. Do thotë kjo duket që është strategji politike e partisë në këtë rast, që ta drejtoj orientimin e fushatës së saj politike në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Me siguri e kanë testu si temë, ndoshta ju ka dhezë në popull. Ajo që vlen, për shembull, është që ne kemi nevojë për import. Unë sot, personalisht shpejtimet, 3 herë më kanë ardhur rryma sot. Do thotë, pa marrë parasysh sa pas ka importit, sa s'ka importit, faktet nuk i di, më nuk kom pa diçka raporte zyrtare përveç... Kanë ra bloqet. Përveç... Ajo që marim ko pas ko, do thot vjen një asin notification në aplikacion të tyre, thonë kemi punime s'ka heq, ndoshta. Mirë po si do që tjetë, fakti qëndron që e përmendi ma heret pushtetet në shumës, ndoshta ju me qëllim, mirë po është faji pushteteve në Kosovë, që 25 vite, mirë po specifikisht prej viti 2008 deri tash prej pavarësisë këtij vendi, mendoj që asnjë qeveri nuk e ka bërë as minimumin që ka mund ta bëj në një sektor kaq strategjik për vendin. Energjia është strategji nacionale e këtij vendi, njëjtë sikurse edhe teknologjia. Dhe gjitha partitë kanë faj në këtë mes. Deri vonë vetëvendosis ka pas fajim reportash që 4 vite gjysmë për shtet janë edhe vetë fajtor. Ajo që ne ndoshta presim, në këtë rast gazetarët e bëjnë ulëmtimin edhe bëjnë prezentimin dhanave si kërjo mirë. Ajo që presim nga partitë politike përveç alarmimit, ndoshta me na ofru edhe alternativa. Edhe tash me aq njohuri sa kam unë në aspektin e tregtisë që bëhet me rrymë, rryma sot është një mall që blehet në treg në çmimin preferencialisht më të lirë. Nëse diçka e tillë nuk ka ndodhur, atëherë detyrimisht ka hapësinë për